Përshëndetje gjithave, ndihem edhe unë shumë e privilegjuar që ju adresoj sot në këtë datë të shënuar që në fakt nuk është vetëm ditë feste, por është edhe një ditë ku në gjithë botën kujtohen sakrificat dhe protestat e atyre përpara nesh që shtruan një rrugë shumë të vështirë. Në fakt, sot është një datë e shënuar dhe unë marr shkas nga ky 8 mars që të shpreh mirënjohjen më të thellë për ato gra dhe ato vajza që përpara nesh, me sakrificat e tyre, me shembullin e tyre, frymëzuan shumë të tjera. Nuk janë vetëm pjesëtare të familjes tonë politike, por janë dhe pjesëtare të shoqërisë civile, por të cilat shtruan një rrugë shumë vështirësisht, ndoshta në kohë shumë më të vështira se këto, një rrugë që e shkelim sot ne më të rejat. Mirënjohje pafund për këto gra që mundsojnë sot të qenurin tonë këtu. Po në fakt dua të shpreh mirënjohjen time më të thellë si një pjesëtare relativisht e re e familjes socialiste, por sot në funksionin e drejtueses Forumit Gruas, dua të shpreh një mirënjohje të thellë për gjitha ato gra që kanë kontribuar për Partinë Socialiste, që unë i gjeta në Forumin e Gruas dhe mu bën krah me përvojën dhe me eksperiencën e tyre, por dhe gjitha ato gra dhe vajza që na u bashkuan më pas për ta bërë Partinë Socialiste forcën më progresiste dhe më emancipuese në vend. Në fakt, ky 8 mars ne na gjen me një bilans realisht të trisht. Gratë dhe vajzat sot paguan një çmim të pajustifikuar për diskriminimin dhe mungesën e barazisë gjinore. Dhe në fakt ky është një çmim që e paguan shoqëria si e tërë, burra dhe gra bashk. Sepse cilësia e demokracisë, sepse eficienca e ekonomisë, kohezioni social dhe shëndeti i shoqërisë tonë cënohen nëse gratë dhe vajzat nuk gëzojnë të drejtat e tyre, nuk janë të forta ekonomikisht, nuk janë të pavarura dhe nuk janë të shpërblyera. Këtë nuk e dim vetëm ne gratë në Partinë Socialiste, dhe në fakt në Partinë Socialiste nuk ka vetëm gra të përkushtuara për drejtat e tyre, por ka edhe burra dinjitoz, ka edhe shok shumë të mirë, të cilët i vlerësojnë dhe e respektojnë gratë, e duan vendin dhe e kuptojnë që nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik nëse gruaja nuk është e realizuar, nëse potenciali dhe talenti i gruas nuk është i nxitur. Dhe në këtë pikpamje, barazia gjinore sot në këtë 8 mars shtrohet me forcën e një imperativi dhe nuk është thjesht moralisht e drejtë, por bën sens politik dhe ekonomik. Këtë e dim në gratë, po këtë e din edhe burrat në Partinë Socialiste. Prandaj mund të them me plot bindje që ne sot duhet jemi krenare që bëjmë pjesë në këtë familje të madhe, emancipuese, modernizuese për gjithë shoqërinë, që ka në epiqendër projektit të saj qeverisës dhe të politikave të saj zhvillimore gruan dhe emancipimin e gruas dhe mundësinë e barazisë gjinore dhe mundësive të barabarta. Ndaj, unë sot kam një falënderim për gjitha ju gratë, por edhe për shokët e mirë këtu brenda Partisë Socialiste. Dhe jam shumë krenare që na drejton një i tillë, të cilin unë ndihem shumë e nderuar që kam rastin që ta prezantoj, kryetarin e Partisë Socialiste dhe kryeministrin e ardhshëm të Shqipërisë, Edi Rama. Gëzuar 8 marsin dhe jam e bindur që viti i ardhshëm do të na jap shumë tepër arsye për të gëzuar. Mirëmbrëma të gjithave. Faleminderit shumë që jeni këtu dhe faleminderit që jeni pavarësisht se jeni këtu apo s'jeni këtu, sepse pa ju s'ka burra, s'ka djem, s'ka vëllezër, s'ka as familje, s'ka as jetë. Dhe sa më shumë dhe sa më shpejt burrat ta kuptojnë këtë, aq më mirë është për gjithë. Unë dua të falenderoj të gjitha gratë dhe vajzat që gjatë gjithë vitit që ndau 8 marsin e shkuar me këtë 8 mars, i dhanë jetë, i dhanë energji, i dhanë forcë dhe i dhanë një pamje mbreslënse Forumit
të gruas socialiste. Dua t'ju falenderoj të gjithave ju nga të gjitha anët e vendit, edhe përmes kamerave, sepse ky është një transformim jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm për grupin apo pjesën e grave në Partinë Socialiste, po për vetë Partinë Socialiste dhe jam i bindur edhe për Shqipërinë. Pasi Partia Socialiste me vizionin për një politik gjinore që të çojë përpara betejën për barazi mes grave dhe burrave, reflekton edhe në gjithë shoqërinë. Unë jam shumë krenar që Partia Socialiste është forca e cila për herë të parë në politikën shqiptare ka adoptuar përfaqësimin e garantuar për gratë dhe për vajzat në të gjitha nivelet e saj të përfaqësimit. Dhe po ashtu që kemi qenë nxitësit dhe mbështetësit më të flakt të futjes së kuotave të përfaqësimit për gratë dhe për vajzat edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe me këtë rast dua t'i shpreh mirënjohje dhe vlerësimin tim më të lartë të gjitha grave deputete të Partisë Socialiste, të cilat në kushte as pak lehta kanë arritur të përcjellin një zë të arsyeshëm, kanë arritur të përcjellin një kulturë komunikimi si ajo që ne do donim të kishte politika e gjitha, dhe kanë arritur të përcjellin shqetësimet dhe shpresat e njerëzve në kushtet e një rënimi të vazhdueshëm për shkak të keqëqeverisjes. Dua po ashtu të falenderoj të gjitha gratë përfaqësuese të Partisë Socialiste edhe në nivelin vendor, qofshin kryetare të bashkive, qofshin edhe këshilltare të bashkive apo të komunave, sepse nuk e kanë as pak të lehtë punën e tyre, por me punën e tyre lehtësojnë sadopak problemet e komunitetit. Dhe sfundi, duke ju uruar gëzuar këtë fest dhe duke uruar që ky 8 mars të jetë preludi i fitores sonë në 23 qershor edhe për gratë dhe vajzat, edhe për një ndryshim të qasjes qeverisë ndaj problemeve të grave dhe të vajzave, kam shumë dëshirë t'ju tregoj një fjalë shumë të bukur të një gruaje jashtëzakonisht bukur që quhet Sofia Loren. Sofia Loren thot që Zoti nuk e bëri gruan duke i hequr burrit kokën për t'ia vënë gruan mbi supe. Nuk e bëri as duke i hequr këmbën për t'a vënë gruan nën këmbë të burrit. E bëri duke hequr një brinj për ta vendosur atë në krah si të barabartë me burrin. Është një mënyrë poetike për të thënë në fakt ato që është edhe ideali ynë i barazisë gjinore në një shoqëri ku ka jashtëzakonisht shumë për të bërë këtë drejtim, ku ne kemi bërë disa gjëra të vlefshme, por jo vetëm nuk i konsiderojmë arritje të fundme, po përkundrazi i vlerësojmë vetëm si hapat e parë drejt një rrugtimi ku duam të rilindim Shqipërinë dhe ku do të rilindim bashkë me Shqipërinë edhe shpresën dhe ëndrrën se gratë dhe vajzat në këtë vend do të ndjehen ndryshe, do të trajtohen ndryshe,
dhe do të mundet më të fund të shihen si të barabarta me burrat dhe me djemt. Ju falenderoj shumë, gëzuar 8 marsin dhe ju uroj gëzuar përmes jush edhe gjithë burrave të shtëpive tuaja, sepse duhet ndjen me fat që ju kanë. Shumë faleminderit.